Pyetje për $1 milion. Edhe në sa pjesë mund të ndahet aleanca për shqiptarët? Vërtet opinioni mendon se aleanca është e ndarë, përkundrazi unë nuk mendoj ashtu. Aleanca është më e bashkuar se kurrë. Jeni subjekti vetëm I cili ka arritur të ndahet në 4 pjesë. Shif, kjo pyetje është na parashtrohet shumë shpesh neve, po ka një të vërtet. Aleanca për shqiptarët që nga fillimi deri më sot është e një, ndërka që ato dy aleancat tjera që shkun të BDI dhe Aliameti, ato mund t'i quajmë si aleancat të Aliametit. Cili krah I ASH-s tani përfaqëson ASH-n e vërtet? Aleanca e vërtet. Njerëzit që nuk u dorëzuan janë në këtë aleancë që qëndruan stoik ndaj gjithë stuhive. Pse Arben Fetaj mbeti jashtë krahut të ASH-s dhe pse u detyrua të formojë një aleancë të re? Askërkush nuk I ka thënë Arben Fetaj që të largohet nga aleanca për shqiptarët. A e ftu të qëndroj? Sigurisht se kemi ftuar Arben. Arben Fetaj vazhdon të jetë zëvendës kryeministër që përfaqëson aleancën për shqiptarët. Mund të ishte problemi ose pakënaqësia e Arben Fetajit te çështja e liderizmit, për shkak se konceptin e bashkëkryetarëve me sa duket atij nuk I ka pëlqyer, ndoshta ka pa veten të jetë njëri prej liderëve dhe mund të jetë kjo atërmbetja. Mbështetje simbolike apo orientime politike, çfarë u tha Albin Kurti liderëve të Vlenit? Më të përvlerësoj se është mbështetje simbolike dhe përkoj me ditën e epopesë së UÇK-s. Kur pritet të përfundojë zyrtarisht procesi I shkrirjes së Vlenit në një parti të vetme? Se jemi në rrugë të mbarë Vlenin për të bënë një parti, për shkak se dhe ashtu ne jemi shumë parti në Maqedoni, mendoj se këtu kemi nevojë vetëm për 2 bloqe. A është e kënaqur ASH-ja me modelin e drejtimit me 2 bashkëkryetar? Jemi shumë të kënaqur me këtë dhe ne mbështesim opsionin që kemi zgjedhur për bashkëkryetar dhe nëse ju pyet se kush e dikton ritmin e shkrirjes së këtij koalicionit është Kasami dhe Mexhiti. O shif, detyrimisht duhet ne ta pranojmë. Përgjigjet më të hollësishme sonte në 1+1 je përfaqësuesi I aleancës për shqiptarët në Vlen Latif Arifi. Na ndiqni në TVM2 dhe TVM2 Sat.